Folën sot po ja prezantojmë është fëmia I parë që I bashkangjitet nismës tonë këtu në Ministrinë e Mjedisit për me pas 1 apo 2 fëmijë çdo ditë në ministri, për me pas se si punojmë dhe afër, me pa afër politika cilat ne ndërmarrim për me mbrojtë natyrën, edhe Olën sot e kemi bërë gardian për mbrojtjen e natyrës. Kështu që Olën e ftojmë që të ulet atje. E kemi ftuar që të shehen nga afër edhe mënyrën se si bëhet një konferencë për media. Të nderuara media që ju keni përgjigjë thirrjes tonë për këtë konferencë të Ministrisë së Mjedisit dhe planifikimin hapësinor. Këtu me mua janë 2 këshilltarët politik të mi, pra është zonja Merhata Mehmedi Shatri, e cila është këshilltare politike për çështjet ligjore, ndërsa në anën time tjetër është këshilltari politik për çështje të pronës dhe kadastrit, zoti Milazim Saliaj. Kjo konferencë është thirrur për të trajtuar një çështje me rëndësi publike, që lidhet drejt për drejt me menaxhimin e parasë së shtetit dhe integritetin e proceseve të shpronësimit në vendin tonë. Arsyeja pse jemi këtu është për 2 raste konkrete në komunën e Firizajit, pra njëra është në zonën kadastrale Bibaj dhe tjetra është në zonën kadastrale Fshati I Vjetër, ku ekzistojnë dallime të mëdha ndërmjet vlerësimeve nga departamenti për vlerësimin e pasurisë palujshme, gjendjes reale në terren dhe vendimarrjes gjyqësore. Këto mospërputhje kanë prodhuar pasoja të konsiderueshme financiare për buxhetin e shtetit dhe njëkohësisht kanë ngritur pikpyetje serioze mbi besueshmërinë dhe drejtësinë e vendimeve të marrura. Në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të publikut, sot do të paraqesim të gjeturat tona lidhur me këto 2 raste. Nga analiza e dokumentacionit dhe zhvillimeve në terren, sa I përket rastit të parë, rezultojnë këto konstatime kryesore. Së pari, shpronësimi I parcelës kadastrale numër 700 viz 9 është realizuar në 2 faza. Përkatësisht në sipërfaqen prej 5450 m2 dhe 2867 m2, me vlerësim fillestar prej 32 euro për m2, të përcaktuara nga organi kompetent për vlerësimin e pronave pranë Ministrisë së Financave. Ky vlerësim është pranuar nga pronari në fazën e parë pa ushtruar ankesë. Së dyti, në pjesën e shpronësimit shtesë prej 2867 m2, megjithse vlerësimi fillestar ka qenë 32 euro për m2, gjykata themelore në Ferizaj me akt vendim numër 436 TY/19 të datës 21/9/2023 ka përcaktuar vlerë të re prej 90 euro m2, duke krijuar një diferencë prej 58 euro m2. Kjo rritje përbën 3 fishim të vlerës fillestare dhe nuk reflekton një harmonizim me vlerësimet e parcelave për rreth, të cilat sipas akteve zyrtare sillen nga 15 euro m2 deri në 33 euro m2. Së treti, gjykata ka njohur edhe të drejtën për kompenzim për vlerë të humbur të pjesës së mbetur të pronës prej 5347 m2, duke aplikuar norma prej 90% dhe 30% të humbjes së vlerës për segmente të ndryshme të saj. Megjithatë, nga verifikimi në terren, konstatohet se prona në fjalë jo vetëm që nuk ka humbur vlerë, por përkundrazi ka përfituar nga zhvillimi infrastrukturor, konkretisht nga pozicionimi në nyjen kyçe të autostradës R6 dhe lidhjes me rrugën regionale Ferizaj-Gjilan. Së katërti, përdorimi aktual I një pjesë të kësaj prone për aktivitete ekonomike tregon qartë potencial të shtuar zhvillimor dhe ekonomik, për çka bie ndesh me konstatimin për humbje të vlerës deri në 90%. Së pesti, vendimi gjyqësor ka prodhuar obligim financiar shtesë për shtetin në vlerë prej 600.000 euro, përfshirë diferencën në çmim, kompenzimin për vlerën e humbur dhe kamatat. Ky obligim është dukshëm jo proporcional në raport me vlerësimet fillestare me tregun për rreth. Ekziston një mospërputhje e theksuar ndërmjet vlerësimeve zyrtare institucionale, gjendjes reale në terren dhe vendimit gjyqësor. Kjo ngri dilema serioze mbi metodologjinë e vlerësimit të përdorur nga gjykatat, si dhe mbi bazueshmërinë faktike të konstatimit për humbje të vlerës së pronës. Të nderuara media,
Ky është një rast shqetësues që lidhet me menaxhimin e parasë publike dhe me mënyrën se si po trajtohen proceset e shpronësimit në vendin tonë. Në rastin konkret, pra të kësaj parcele, shteti fillimisht ka bërë vlerësim profesional prej 32 euro për metër katror, një vlerë e bazuar në standarde dhe krahasueshme me parcelat përreth. Por, ashtu siç u thash edhe më lart, siç ka ndodhur më pas, vendimi gjyqësor ka rritur vlerën në mënyrë drastike, pra prej 32 euro për metër katror në 90 euro për metër katror, pra 3 fishim i çmimit. Tani, si mund të arrihet në përfundime të tilla, kur faktet në terren tregojnë rritje të vlerës dhe jo humbje të saj? Si mund të justifikohet një dallim kaq i madh ndërmjet vlerësimit, pra që ka bërë zyra për vlerësimin e pronës së paluajshme në kuadër të Ministrisë së Financave dhe vlerësimit që ka bërë gjykata? Këto janë indikacione serioze për keqpërdorim të parasë publike dhe që përbën shkelje, pra një zinxhir të involvuar institucionet, gjykatat dhe gjykatar. Prandaj, ne i bëjmë thirrje organeve kompetente, përfshirë prokurorisë dhe institucioneve të drejtësisë që të nisin hetimet e menjëhershme dhe të pavarura për këtë rast, në mënyrë që sqarohen nëse kemi të bëjmë me shkelje ligjore dhe dëmtim të qëllimshëm të buxhetit të shtetit, sepse është e papranueshme që vendime të tilla të prodhojnë obligime financiare kaq të mëdha për shtetin në kundërshtim me realitetin në terren dhe me standardet e vlerësimit. Po ashtu, ne kemi edhe një rast për të paraqitur këtu para juve, pra një rast të dyshim të tjetërsimit të pronës publike në komunën e Ferizajit. Kjo bëhet fjalë për parcelën kadastrale 579/13 në zonën kadastrale Fshati Vjetër me sipërfaqe prej 3.51 hektar. Ekzistojnë dyshime të bazuara se kjo pronë publike është jetërsuar mbi bazën e dokumentacionit të pamjaftueshëm për verifikim, me elemente serioze dyshimi për falsifikim dhe parregullsi procedurale. Tjetërsimi është mbështetur në aktgjykimin e gjykatës komunale të Ferizajit numër 608/96 të datës 3/9/1997, si dhe me aktvendimin numër 03/38/07/20 të datës 7/6/2021 të lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Pas regjistrimit të kësaj prone në kadastër, parcela në fjalë është përfshirë në procedurat e shpronësimit për realizimin e një projekti me interes publik. Si rezultat, tani kërkohet që shteti të kryej pagesën në vlerë prej 1.000.000 euro e 1.711.000 euro në emër të kompenzimit për shpronësim. Kemi arsye serioze edhe për këtë rast të dyshojmë se kemi të bëjmë me një skemë të organizuar të përfitimit të paligjshëm në dëm të pronës publike dhe të buxhetit të shtetit. Për këtë arsye, kërkojmë hetim të plot nga organet e drejtësisë dhe verifikim të përgjithshëm të dokumentacionit dhe procedurat që kanë çuar deri tek regjistrimi dhe trajtimi i kësaj prone. Ne do të jemi të pakompromis në raport me çdo rast që cënon paranë publike. Pra çdo rast që na paraqitet qoftë prej qytetarëve, qoftë prej individëve të ndryshëm që janë të angazhuar në këto institucione, çdo dyshim i bazuar për keqpërdorim do trajtohet me seriozitetin maksimal dhe do të ndiqet deri në fund. Pra ne si ministri do t'i paraqesim ato para juve si media dhe do t'aftojmë prokurorinë që të hetojë secilin rast që ne evidentojmë gjatë punës tonë. Tani unë po e hapi konferencën për pyetjet e juaja, si që paralajmërova edhe më herët, 2 këshilltarët e mi cilët janë marrë me të dyja rastet, janë këtu për t'ju përgjigjur çdo pyetje profesionale që ju keni në lidhje me rastin. Faleminderit. Në kohën kur unë kam qenë kryesuese e komisionit për mjedes në Kuvendin e Kosovës dhe bashkë me mua ka qenë deputet edhe zoti Milazim Saliaj, kemi trajtu 2 lëndë që kanë të bëjë, njëra ka qenë çështja e pronës ish radio televizionit të Prishtinës dhe tjetra ka të bëjë me fakultetin teknik. Për lëndën cilën po flisni, ne si deputet në atë kohë nuk e kemi hulumtu, por këto 2 lëndë cilat i kemi hulumtu si deputet, i kemi dërguar në prokurori dhe prokuroria tani ka rast për këto të dyja lëndë. Po flas në periudhën 2014, 2015, 2016, në çështë kemi qenë në Kuvend në Prishtinë. Në komunë të Prishtinës. Atëherë kam shërbyer si shefe kabinetit, nuk më kujtohet konkretisht për cilën lëndë po flisni.
Nuk kam qenë pjesë e drejtorisë as kadastrit, por shefi i kabinetit ndoshta se kom pas informata.